Kush mund të nxjerr pulën nga një shishe pa e thyer atë? Të dashur miq, në një orë të mësimit, një hoç po shpjegonte për agjërimin. Filluan nxënësit të ngritin gishtin dhe të paraqiten me ankesa se agjërimi është i rëndë ndoshta, dhe ndoshta është edhe dita e gjatë, dhe ndoshta dhe shkolla është e rëndë dhe shumë elemente tjera. Filloi mësuesi të buzëqesh dhe ju tha: pritni, po e vizatoj një shishe në drast të zezë dhe mrenda po e futi një pulë. Dhe basi e rregulloi, vizatoi bukur, i pyeti: kush mundet për juve ta nxjerr pulën nga shishja? Por pa e thyer shishen dhe as pa e mbyt pulën. Filluan nxënësit të japin mendime. Njëri thonte po e bëjmë kështu, tjetri po e bëjmë kështu, nuk del. U paraqit një nxënës dhe tha: mësuesi i dashur, hoç i dashur, mund ta nxjerrë këtë, por duhet ta thej shishen. Tha: jo, s'ke të drejtë. Atëherë duhet ta krehi pulën me zort, po ndoshta ngordh pula. Tha: jo, s'ke drejtë. Tha: ndryshe nuk del, tha, s'ka asnjë opcion tjetër. Pa pritmas njëri e tha një fjalë interesante. Tha: unë kam një propozim më të mirë, mësues. Propozimi im është: kush e ka fut mrenda atë pulën në shishe, ai le ta nxjerrë. Mos hajde të ne më na pyet neve. Filloi mësuesi të buzëqesh dhe tha: kjo është përgjigja. Pra, ata të cilët i paramendojnë gjërat dhe i komplikojnë gjërat, ata duhet të i thjeshtësojnë gjërat. Pra, komplikimi dhe thjeshtësimi vjen prej kryes. Dhe në këtë moment ju thuhem edhe ne juve si nxënës: agjërimi dhe punët e vështira janë në kokë. Në qoftë se ne në kokën tonë do të thuhem se një çështje nuk është e vështirë dhe unë e arrij këtë, e arrin pa komplikime dhe pa vështirësira. Nëse paraprakisht fillojmë të kukasim dhe të thuhem se kuku kjo smrihet dhe ai smrihet, kjo vetë na rëndon më shumë situatën. Si shembull më të mirë mund të gjeni po ashtu edhe ditët e para të agjërimit. Në fillim ishe një dro se nuk di se do të kaloj, më pas e kuptove se fare nuk ishte një temë e rëndë apo një vështirësi, por vetëm ajo që na bën vesvesja e kryes. Liroheni nga dyshimet e shejtanit dhe vezveset e shumta që na futen në kokë dhe bënjen jetën e pastër për Zot, e Zoti e lehtëson dhe e liron këtë punë të hajrit. Në anën tjetër e thoni një dua të mirë që ka thënë pejgamberi Allahut: o Zot, nuk ka të vështirë përveç atë që e ke bërë ti të vështirë, dhe nuk ka të lehtë përveç atë të cilën e ke bërë ti të lehtë. Zoti ju lehtësoft agjërimin dhe u pranoft kudo që gjendeni. Mbeshit mirë. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fi amanillah.